Publikohet dosja hetimore për vdekjen e 3 vjeçarit Brian Spahiu, i cili shkoi të rregullonte dhëmbët 2 vite më parë në klinikën Splendent dhe nuk u zgjua kurrë nga anestezia. Sipas kësaj dosje, ndërhyrja u bë në datën 28 shtator 2023. Mjekja Ina Xhaxho u kishte thënë familjarëve që 3 vjeçarit do t'i mbushën 2 dhëmbët e fundit pa specifikuar se cilët, ndërsa do të bëhet pastrim gurzash në dhëmbët e tjerë. Në dosje thuhet se familjarët e 3 vjeçarit i kishin thënë mjekëve të klinikës dentare që Briani kishte bërë ndërhyrje në zemër në moshë më të vogël. Ata i thanë edhe që djali kishte bërë ndërhyrje në zemër dhe doktor Rolandi i tha se nuk kishte problem, pasi kishte folur me doktorin Altin Veshti. Gjithashtu ata e pyetën për anestezinë dhe nëse kishte efekte anësore, dhe ai i tha që do të përdoret anestezi e lehtë, nga ajo që përdoret në të gjithë botën dhe se nuk ka asnjë efekt anësor, thuhet në dosjen hetimore të prokurorisë së Tiranës. Mjekët i thanë që e gjithë procedura për ndërhyrjen kirurgjikale në dhëmbë do të zgjaste 2 orë, ndërsa anestezia do t'i dilte pas 45 minutash. Në orën 10:20 fëmijës ju bën gjilpër me qetësues. 5 minuta më vonë 3 vjeçari ishte në efektin e narkozës. Prej këtij momenti për rreth 8 orë, familjarët e 3 vjeçarit u interesuan 5 herë për djalin e tyre, teksa i mituri ishte ende në ndërhyrje kirurgjikale, duke tejkaluar çdo afat apo orar që i ishte dhënë. Kështu familjarët u interesuan për herë të parë për Brianin në orën 13:00, më pas në orën 15:00 ku doli doktoresha dhe u tha që ndërhyrja përfundoi dhe po presin t'i dalë narkoza, por nuk ndryshoi asgjë. Më pas në orën 15:20, ata u interesuan sërish dhe doli doktori, duke u thënë që po presin t'i dalë ende narkoza. Në orën 17:15 familjarët u interesuan përsëri. Recepcionista u tha se presin ende t'i dalë narkoza. Në orën 18:00 përsëri u interesuan familjarët. Doktoresha ju tha që ndërhyri në 14 dhëmbë, nga 2 që ju kishte thënë para ndërhyrjes. Sipas saj ishte e nevojshme ndërhyrja në 14 dhëmbë. Më pas ju tha se djalin do ta nxirrnin rreth orës 19:00, teksa Brian Spahiu ishte ende në efektin e anestezisë, e që pas disa ditësh ra në koma e humbi jetën, pasi nuk u zgjua kurrë. Recepcionista po bënte llogaritë financiare për ndërhyrjen në 14 dhëmbë. Fatura ishte 70.000 lek, pasi ndërhyrja në dhëmbë kushtonte 5.000 lek. Krahas kësaj fature, familja bëri edhe një pagesë shtesë prej 330.000 lek. Doktoresha ju tha që duhet të ta paguajnë pasi ishte përdorur anestezi shtesë për 4 orë gjysmë. Familjarët e paguajtën, e në fakt ata paguan eksaktësisht atë shtesë anestezie që u mori jetën djalit të tyre 3 vjeçar, anestezi nga e cila Briani nuk u zgjua kurrë. Në lidhje me këtë ngjarje të rëndë, prokuroria e Tiranës ka vendosur nën akuzë 5 persona. Në arrest shtëpie janë mjeku anestezist Roland Xhaxho, vajza e tij mjeke që ka edhe klinikën Ina Xhaxho dhe Marta Gina. Për Roland Xhaxhon, prokuroria e Tiranës kërkoi mas arrest në shtëpi dhe e njëjta u caktua nga gjykata. Ndërsa për Ina Xhaxhon dhe Marta Ginën, organi i akuzës kërkoi arrest në burg, por togat e zeza caktuan arrest shtëpie. Në akuzë janë edhe 2 mjekë të mjekësisë ligjore, Elton Serani dhe Rindo Allo, të cilët dyshohen për shpërdorim detyre të kryer në bashkëpunim. Këta të fundit janë pezulluar nga detyra.